Një grup skautistësh nga Belgjika kanë sjellë një kulturë të re në Lezhë. Nëpërmjet vullnetarizmit ata tentojnë të eksplorojnë vende të veçanta. Fshati i Fisht në Lezhë duket se i përmbushi pritshmërinë e skautistëve belg. Mikpritse e këtyre të rinjve u bë ferma Mrizi i Zanave. Në këtë fermë që ndodhet në Fisht të Zadrimës, skautistët kryen punë të ndryshme në bujqësi, në objekte sociale si dhe për mbrojtjen e natyrës. Për secilin prej tyre kjo eksperiencë ishte e jashtëzakonshme, të cilën do ta ndajnë me miqtë e tyre sapo të kthehen. Pasi kemi shtektuar në vende të ndryshme, kemi menduar që të bëjmë pjesë të eksperiencës sonë edhe Shqipërinë. Ferma ku jemi vendosur këtu në Fisht është ideale, ashtu si edhe natyra e zonës, ndaj ka qenë argëtuese të zhvillojmë këtu vullnetarizmin ton. Jemi munduar të bëjmë diçka ndryshe dhe kjo eksperiencë ishte e jashtëzakonshme në një vend të jashtëzakonshëm. Ndaj sapo të kthehem në vendin tim, do të ndaj këtë eksperiencë me miqtë dhe të njohurit e mi. Donc on est arrivé à Tirana. Ne bëjmë punë të ndryshme që na japin mundësi të eksplorojmë vende dhe natyrën e tyre. Gjëja e parë për cilën na kanë folur sapo kemi hyrë në Shqipëri ishte ferma e Mrizit këtu në Fisht të Lezhës. Ndaj dëshira jonë ishte të njiheshim me këtë zonë dhe në këtë vend që sigurisht është ashtu siç na kanë thënë. Ishte vërtet kënaqësi që vullnetarizmin ton e zhvilluan pikërisht në këtë zonë. Vizitat tona në vende si Shqipëria kanë për qëllim ndihmën ndaj njerëzve, por edhe për të takuar njerëz si Altini. Këtu kemi përjetuar një ndjesi të bukur, ndërsa unë do të veçoja vjeljen e domateve krahas të tjera punëve që kemi zhvilluar gjatë këtyre ditëve. Dua të veçoj këtu edhe gatimet, ishin vërtet shumë të veçanta. Aujourd'hui, je suis un peu fatiguée parce qu'on n'est pas habitué. Ne bëjmë punë të ndryshme sipas nevojës që ka zona dhe ne vendosim kështu siç po bëjmë edhe në Fisht. Ajo që më ka bërë përshtypje dhe që është ndryshe në vendin tim është fakti se këtu njerëzit na japin respekt të veçantë, edhe pse nuk na njohin. Këtë ndjesi do ta kemi vete si suvenir shqiptar. Ka qenë e mrekullueshme eksperienca me të rinjtë belg që sollën në Lezhë diçka ndryshe, por për Altin Prengën atë ky është një mesazh për të rritur vullnetarizmin tek të rinjtë e zonës. Përveç se ky është promovim turistik, unë e shoh edhe këto janë lumtur shumë, unë e shoh edhe një mesazh që do t'i japim edhe të rive të zonës tonë, që ta duan vendin e tyre, edhe që dymos të ripërhapet ndjenja e vullnetarizmit në shumë aspekte. Në ditën në vijim, grupi i skautistëve do të udhëtojë drejt Vlorës dhe Beratit për të bërë pjesë e punëve të ndryshme në këto zona.